Semra Rashiti është një artiste e re dhe e talentuar nga Shkupi, e njohur për punën e saj në fushën e kaligrafisë dhe pikturës. Ajo ka arritur të ndërthur artin tradicional me ndjeshmëri personale, duke krijuar vepra që flasin me shpirtin. Përmes galerisë së saj në qarqishinë e vjetër të Shkupit, Semra sjell më afër publikut me estetikën shqiptare, duke qenë një zë i veçantë në skenën artistike shqiptare dhe vëgjerë. Mirë se erdhe Semra. Mirë se ju gjeta, me të vërtetë është një privilegj të jem këtu bashkë me ju. Semra, mund të na thuash më shumë për fëmijërinë tënde? Si e kujton veten si fëmijë? Kështu do më thënë, unë si fëmijë mund të them e kam kaluar një fëmijëri të vetme, themi, për shkak se prindrit kanë qenë tanë kohën punë, kurse unë për shkak se isha fëmija i vetëm edhe pak më shumë e kam kalu kohën vetëm. Do më thënë, ajo ishte edhe, mund të themi, fillimi i vizatimit tim, fillimi i procesit të vizatimit. Do më thënë, vizatoisha vetë, bësha disa vizatime, bësha eksperimente, përveç vizatimeve në fletë, bësha edhe vizatime në për porcelan, në për gota. Edhe nuk ishte askush në shtëpi që mundet me mbërti diçka mos e prek këtë, mos e prek katë, për këtë arsye. Do më thënë, ka qenë qysh një e veçantë ajo që jam kanë shtëpi edhe kam bo diçka kreative. Kur e kuptove se ke talent për të marrë me art, e veçanërisht me kaligrafi? Mund të them për pjesën e artit, prej në fëmijëri e kam vërejt se kam talent në këtë drejtim dhe kam bo shumë vizatime, e kam shti vetën në shumë challenge që të vizatoj pa ndërprerje disa orë më gjatë, por këtë prej fëmijëri që e thamë kisha mendosha se është thjesht e disha të vizatoj dhe jo që e kisha talent. Po pas një periudhe, mund të themi fillimi i pandemisë ishte edhe fillimi i rrugtimit tim gjatë artit pak më profesional. Se fillova të bëj challenge vetës të vizatoj më së paktu 8 deri 10 orë në ditë, të bëj detale, vizatime edhe kur në brenda një vizatimi të bëhen shumë detale, i hin shumë detalisht, atëherë do më thënë edhe fushat tjera të artit, sikur se është edhe kaligrafia, me kalimin e kohës, do më thënë përsosen bëhen pak do më thënë mundesh edhe ma shpejt me imsu të bëj detale. Prej pandemisë andej fillova ta përdori pak ma shumë artin për shkak se kisha edhe pak ma shumë kohë. Në atë periudhë unë dalë, do më thënë, mund të themi unë dalë jeta, fakultetin, një periudhë unë dalë, nuk shkojshim në ligjarata, edhe ajo ishte një plos që edhe isha në shtëpi, kisha kohë për veten. Ishte periudha kur kisha kohë për veten. Edhe koha për veten ishte dyqysh koha që duhet t'i përkushtojmë pak më shumë artit. Edhe prej aty fillova dal nga dal edhe kaligrafin mund të themi, kaligrafia është me të vërtet një dek shumë e rëndë edhe do më thënë ka të rinj që mësojnë kaligrafin me kurse, do më thënë me vite, ky proces merr me vite për ta mësu mirë kaligrafin, por fatkeqësisht nuk e kisha mundësinë që dikun në Shkup të shkoj edhe të marr ndonjë kurs për kaligrafi. E vetma zgjidhja e imja që ta mësoj kaligrafin, se me të vërtet kisha dëshirë të madhe për ta mësu kaligrafin, e vetmja ishte që të hyj në internet, në YouTube dhe prej atje të shoh video se si punojnë. Prej asaj ka pas edhe shoqëri që më ka tregu për kaligrafin, se si bëhet, si janë lëvizjet, se si mund të mësohesh t'i bësh lëvizjet e para që pastaj të kalosh edhe në dekorimin e atyve shkronjave. Edhe kjo ishte, do më thënë, mund të them, rrjetet sociale ishin një mundësi e mirë për mua që ta mësoj një pjesë që unë e dojsha, po s'kisha mundësi tjetër që ta mësoj. A është e shtrenjtë të jesh artist? Është shumë e shtrenjtë të jesh artist shpirtërisht. Do më thënë,
unë vetën e shoh shumë të përmbushur kur jam rreth artit, kur jam rreth pikturave, kur jam rreth diçkaje që është e punuar me dorë. Se me të vërtet puna e dorës është shumë e shenjtë. Puna e dorës mund të them nuk ka një çmim. Kurse tani për fat të keq paktën në pjesën e Shkupit ku jetoj, mund të themi se arti nuk vlerësohet aq sa duhet. Vlerësohet shumë pak, vlerësohet pak më shumë kaligrafia se sa pikturat edhe punimet tjera që i bëj. Po besoj dhe kjo ishte qëllimi jem që nisa një rrugtim të tillë që të thyej disa tabu në shoqërinë tonë dhe arti mos të shihet vetëm sikur një vizualizim, po të shihet sikur një punë, sikur një kreativitet, sikur diçka që është shumë e veçantë. Femra, mund të na thuash se çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar arkitekturë. Një periudhë fillova të studioj edhe artin vizual, por një periudhë u desh të ndalem, edhe e lash në pauzë, po në të ardhmen do e vazhdoj këtë drejtim. Domethënë e kam edhe sikur qëllim të vazhdoj edhe fushën e artit, që të kem edhe artin edhe arkitekturën në dyjat si opcione për profesion në të ardhmen. Edhe pse nëse rikthehemi pak më mas në histori, gjitha artistat ose gjitha arkitektat nuk kanë qenë vetëm arkitekta dhe nuk kanë qenë vetëm artista. Ka shumë artista të njohur, artista kur them artista të pikturës, kanë qenë shumë të njohur edhe me arkitekturën. Domethënë edhe pjesën arkitektonike kanë bërë si profesion edhe pjesën e artit. Po ashtu edhe e njëjta vlen edhe shumë arkitekta nuk kanë mund të punojnë arkitekturën pa ndihmën e artit. Edhe pse dyjat, arti dhe arkitektura janë një degë e ngjashme, por sa janë të ngjashme ashtu janë edhe të kundërta. Arti është i lirë, arti ka vijat e lira, arti ka dhe ngjyrat e lira, kurse arkitektura i ka teknike, arkitektura i ka gjitha vijat e drejta, i ka gjitha vijat lypet një precizitet shumë i madh dhe lypet një geometri, kurse të arti e kemi pak më të lirë këtë pjesë. Duke qenë një arkitekte, si e vlerëson arkitekturën e qyteteve shqiptare? Arkitekturën e qyteteve shqiptare, të paktën në këtë periudhë kur jetojmë tani, e shoh pak si shumë të ngarkuar dhe jo aq shumë të, domethënë nuk ka një rend të ditur se ku është jetesa e ku është, domethënë, qendra të themi ajo pjesa e zbavitjes. I kemi dyjat shumë të ngatrume. E kemi edhe jetesën, edhe zbavitjen, edhe lokalet, edhe shumë gjana i kemi me një vend që ajo pak na nxjerr jashtë asaj që duhet të jetë, jashtë një rendi. Dhe jo që kam shumë mendime pozitive për arkitekturën e vendeve shqiptare. Udhëton shpesh në Stamboll. Çfarë bën Shkupin dhe Stambollin të ngjashëm apo të ndryshëm në përvojën tënde? Kam udhëtuar shumë në Stamboll, por nuk është që kam ndejtë shumë gjatë në Stamboll. Dhe ajo që bën të njëjtë është qarshia e Shkupit, mund të themi. Qarshia e Shkupit e jep një ndjenjë sikur të jesh edhe në Stamboll. Njëjtë edhe në Stamboll disa lagje që i ngjajnë, që janë të ndërtuara në të njëjtën periudhë që është ndërtuar edhe qarshia e Shkupit, edhe në Stamboll kur kalon atje, kur shkon, kur e viziton atë vend, ta jep ndjesinë se je domethënë sikur të jesh në Shkup. A ka pasur ndonjë vepër arti që të ka emocionuar aq shumë sa të kesh qarë gjatë procesit të punimit të saj? Domethënë arti mural, fillimi i rrugtimit tim ishte me artin mural. Arti mural pak më shumë më emocionon në punimin e saj, për shkak se domethënë është pak
edhe më e vështirë se sa të punojsh piktura, se sa të shkruash kaligrafi. Për shkak se ti ke kontakt me një mur që është i drejtë dhe një mur që është i shprast, do të thonë ka ngjyrë të bardhë. Ti duhesh atij murit t'i japish jetë. T'i japish format, t'i japish ngjyrat, t'i japish 3D vizualizimin, sikur të duket që është me të vërtetë aty. Puna që jam emocionu shumë ishte para disa viteve në Tetov, me një shkollë. Ajo ishte projekti pak më i madh që ishte projekti më i madh që e kum punu deri tash. Ishte me kvadraturë të themi prej 100 metrave katror. 100 metra katror e mendojsha deri tash kam punu 10 metra, 20 metra katror, po 100 metra katror ishte diçka shumë e madhe. Edhe pse nuk kisha përvojë më herët me ashtu pune të madhe, kisha dëshirë shumë të madhe që ta marr atë punë dhe thash që pa marrë parasysh gjithçka unë do e marr, nëse ka nevojë nuk do flej, po do e punoj. Edhe ishte edhe një tjetër eksperiencë aty se nuk kisha hyp asnjëherë në skele. Dhe këto pak do e përzi me një temë tjetër, ishte një tabu, ishte një thyerje e tabus tek ne. Edhe kur isha në skele, kishte shumë burra që kalojshin, shifshin, pas ka hyp femër në skele, ishte diçka interesante për ato. Edhe shumë shpesh kam rastis në fjalën, nëse doni të kemi drejtat të barabarta, atëherë vajzat në të hypin në skele. Edhe unë e bona, ata hypa në skele, tash mundemi me i pas drejtat e barabarta. Po me të vërtetë ishte një emocion i veçantë kur hypsha në skele, kur e disha që është thynje tabu, kur i bësh me format, se me të vërtetë ishte edhe shumë e vështirë. Dush t'i bësh format një herë, pastaj të dalish, shkojsh një largësi të caktume, ta shoh sa janë vijat mirë, as janë mirë. Pastaj do më thanë kishte vështirësit e saja, por në fund, kur u kry, ishte emocion me të vërtetë shumë i madh, se pam që një mur që ishte i shprast, që ishte lënë pas dore, tash u bo një mur tjetër, një mur me një mesazh, një mur me ngjyra, me art, dhe me të vërtetë ai vendi ku ishte i bëm muri, ishte shumë i shprast, por kur e bënëm murin, se ishim me një koleg, do me thamë, e kemi punu bashkë me një koleg, kur u kry muri, ishte me të vërtetë ndjenje e veçantë, ta shofish se si unë gjalla i vendi atje. Si lindi ideja për të hapur një galeri në Qarshinë e vjetër të Shkupit? Sa sfiduese ishte kjo nismë? Përveç se ide, kjo ishte një ëndër për mua, që ta kem një galeri sidomos në Qarshinë e Shkupit. Por e kisha ëndrrën, nuk e kisha, do me thënë, nuk kisha vetë besim të plot për ta bë këtë. Fal familjes edhe shoqërisë e mora këtë hap që ta hap një lokal një galeri në Qarshinë e Shkupit. Dhe qëllimi kryesor ishte për shkak se Qarshia e Shkupit filloi të bëhet një monoton. Në çdo vend kafe, në çdo vend artari, në çdo vend kishte lokale, u hapshin, u mbyllshin, nuk ishte diçka të veçantë. Edhe ajo ishte arsyeja se e kisha mendimin që Qarshia e Shkupit duhet të ngjallet me diçka që nuk e ka më. Ajo çka nuk ishte me vërtet pjesa e artit. Edhe do me thënë me ndihmën e familjes, me ndihmën edhe të shoqërisë, e hapa lokalin, më ndihmuan shumë gjatë hapjes, edhe tash pak më lehtë e kam që do me thënë pikturat që i bëj, i mbaj aty, ka dhe vizitor që do me thënë për shkak se unë kam edhe në rrjetet sociale faqe të lokalit, në faqen do me thënë e ndjekin ata që janë vendas, kurse të tjerët për jashtë nuk është që e ndjekin shumë. Edhe tash ka shumë edhe prej jashtë që edhe tash pas 2 viteve që është hap lokali, ka që kalojnë, e shohin, është diçka e re, thojnë me të vërtetë na pëlqen, është diçka e veçantë, nuk është diçka, nuk kemi rastis në diçka të njëjtë gjatë udhëtimit, gjatë shëtitjes së Qarshisë.
edhe ngjall interesim edhe tek vizitorët, domethënë prej jashtë që vinë. Po ashtu edhe prej te ne. A ke menduar ndonjëherë të hapësh një shkollë arti? Vitin e kaluar kisha shumë interesim prej nanave që i kanë fëmijët me këtë talent të artit dhe që dojnë që ata fëmijë ta vazhdojnë këtë. Ajo ishte domethënë piknisja e lindjes së idesë se duhet të hapet një shkollë paktën për fëmijë, mos të themi për të rritur, se njëherë nëse e kisha pas këtë mendim pa, edhe e kam sikur plan, por këtë kisha fillu njëherë me fëmijë. Njëherë me nxënësa të ri që domethënë të mësohem pak me ato, pastaj të vazhdoj me mosha pak më të larta, po vitin e kaluar mi kisha 2 vajza të reja që vishin tek unë edhe më ndihmojshin në punën që e bëjsha dhe po ashtu edhe mirëqin një kurs, domethënë nuk ishte të themi një kurs, nuk kanë ardhur aty që të marrin kurs, po kanë ardhur edhe të mësohen, ta shohin punën se si e mësoj, të shohin edhe domethënë avantazhet e asaj pune edhe desavantazhet e asaj pune dhe ta bëjnë balancin se a janë për të vazhduar për art apo jo. Edhe kisha eksperiencë shumë të mirë me ato vajza, me të vërtet. Ata ishin arsyeja që, mund të them ata janë arsyeja që me të vërtet kisha vazhduar dhe të jap edhe nxënësave tjerë një mësim për art. A ka diçka që nuk do ta pikturoje kurrë? Për këtë pjesë mund preken pak më shumë te fytyrat e njerëzve. Fytyrat e njerëzve nuk është që i kisha pikturu. Vetë kur e marr pikturën dhe kur e nisi nuk del në fund ajo çka e kam prit. Për këtë arsye i kam dhënë fund dhe fokusohem pak më shumë në peizazhe, fokusohem pak më shumë në shkrime, fokusohem në artin islamik. Domethënë ajete kuranore të shkruara në mënyrë të kaligrafisë. Piktura apo kaligrafia? Cilës ja kushton më shumë kohë dhe shpirt? Kjo është sikur ajo pyetja kur e pyesin fëmijën a don nanën apo babën. Kështu e kisha lidh dhe nuk është që i kisha nda të dyjat, po nëse kisha thënë një përqindje pak më shumë, jo kisha përkushtu kaligrafisë, e sidomos kaligrafisë islame. Si e sheh ndikimin e inteligjencës artificiale në fushën e kaligrafisë? A ka pasur ndikim? Deri me tani të paktën deri te unë nuk ka pas një ndikim të tillë. Por para disa ditëve pash një video që aty ilustrohej se si në të ardhmen, pra pas 25 viteve, se si inteligjenca artificiale është po arsye që shumë artistë, shumë grafik dizajnera, ka shumë profesione kanë rafal inteligjencës artificiale. Po unë personalisht nëse pyetem, pak më shumë rëndësi kisha dhënë punës së dorës, siç e përmenda pak më herët, se puna e dorës është me të vërtetë e veçantë, se bëhet diçka me kreativitet, me mund të një personit, edhe është e veçantë. Po inteligjenca artificiale është diçka elektronike, është diçka grafike dhe nuk e kisha vlerësuar shumë. Pak më shumë vlerë do i jepsha punës së dorës. Si erdhi momenti kur vendose të mbulohesh? Pjesa e mbulesës e ka një histori pak më të veçantë. Domethënë për mbulesë kam dashur që para 7 viteve të mbulohem. 2018 e kisha me të vërtetë dëshirë të madhe. Por pastaj isha duke u regjistru në fakultet, e kisha stresin e fakultetit, po ashtu nuk mundesha të përballem edhe me stresin, se me të vërtetë në fillim kisha shumë stres kur mbulova dhe nuk mundesha të përballem me të dyjat. Për këtë arsye thash, në të ardhmen do të jetë në një periudhë të caktuar, një moment i veçantë do të jetë që unë do të vendosi të mbulohem. Dhe e caktova dhe i dhash vetes deadline, themi.
se me të vërtet mos them, po paktën unë jam një person nëse vetet nuk ja la një kufi, nuk e bëj atë sen. E la deri në momentin e fundit, për këtë arsye i thash vetes një kufi deri këtë ditë. Nëse jo deri këtë ditë, asnjëherë. Edhe kështu, domethënë, e mora vendimin. Erdha i momenti, e mora vendimin për mbulesje dhe mbulova. Ishte pak stres në fillim ditët e para, se mendosha se gjithë janë të më këshyrë mua, realisht nuk është ashtu. Po pas një kohe e vërejta se me të vërtetë është dash këtë edhe pak më herët ta bëj. A je paragjykuar pas vendimit për mbulesë? Jam paragjykuar, po, prej rrethinës, prej familjes, për shkak se ishte, domethënë, paragjykimi ishte në mënyrë që je mbulu vet apo të ka thënë najkush, je mbulu vet apo domethënë ta ka shty këtë mendim dikush. Po me të vërtetë ishte e tregoja këtë pjesën se prej 2018-s kam pas dëshirë shumë të madhe, edhe thash veç me të vërtetë kjo është një edhe caktim i Zotit. Është një caktim kur vjen dita ajo realizohet dhe s'ka pse të ndryshohet edhe s'ka se të ndryshohet. Cila ishte ndjesia e parë e afërsisë me Islamin, që prej fëmirisë deri sot? Me Islamin, për shkak se domethënë është prej familjes, fillimisht deri 15-16 vjet e disha vetëm Islamin sikur fe, nuk isha shumë informata, nuk i disha shumë histori prej profetëve, nuk isha shumë e përafërt, po në shkollë të mesme njoftova një shoqe që i kisha shoqe shumë të afërt. Ajo ishte shumë afër fejes, edhe bashkë domethënë më tregoj ke diçka, më tregoj ke histori. Vetë afërsia me shoqen ishte arsyeja që unë pak më shumë edhe të afrohem Islamit. Prej asaj nisa të lexoj historitë e profetëve. Mund të themi, domethënë ka shumë profetë që ja u kam lexuar historinë, edhe vetë historia ishte diçka që ngjallte. Çdo histori që lexojsha ngjallte diçka brenda vetes time. Edhe kështu dal ngadal domethënë u afrosha, po dhe ta them edhe këtë. Afrimin te Zoti, afrimin te Islami e bën pak më shumë edhe sprovat që njeriu i përjeton. Edhe pak para një kohe të shkurtë kisha edhe një sprov që më afroi edhe më shumë se sa më herët tek Zoti dhe e kuptova se mbështetja në Zot është një plotësim i një boshllokut brenda vetes. Cili është mesazhi që do jepje për gratë që mendojnë të mbulohen? Mesazhi për gratë që dojnë të mbulohen do ishte le të mbulohen vetëm për Zotin, mos të mbulohen as për shoqërinë, as për familjen, as për ndonjë person tjetër, thjesht në të mbulohen për dëshirën që e kanë. Edhe nëse e kanë një dëshirë momentale, tash për tash, sot do të mbulohem. Le të mbulohen, por fillimisht kisha këshillu që të marrin edhe të lexojnë pak më thellësisht. Të lexojnë se edhe vendimet e shpejta nuk janë vendime të duhura. Do të marrin, të lexojnë, edhe kjo ishte edhe domethënë unë këtë e kom bë. E kom ditë që kam një deadline, para asaj kom lexu, kom hi pak më thellësisht, kom lexu cilat janë edhe paragjykimet prej jashtë për mbulesën. Edhe duhesh edhe të përballesh edhe me paragjykimet, por për të përballë me paragjykimet duhet para asaj të bëhesh gati, domethënë të lexosh, të kuptosh, po ashtu përveç leximeve, kisha këshillu biseda me gratë të mbuluara, të pyesin si kanë marrë vendim për mbulesë, domethënë cilat kanë qenë vështirësitë që i kanë kalu pas mbulesës. Edhe kjo, mos të thjesht kisha këshillu vazhdoni me mendimet që i keni, po para asaj njëherë lexoni pak më shumë edhe merrni më shumë informata. Sipas teje, a ndikon mbulesa në aktivitetin publik të një gruaje? Nuk besoj që ndikon, për shkak se
mbulesa është një mbulesë për veten tënde, për femrën. Dhe nuk mund të jetë ndalesë për diçka që ta bësh. Mund të jesh aktive në studime, mund të jesh aktive në evente, mund të jesh aktive në themi evente pak më të mdhaja, mund të jesh aktive në për ekspozita, mund të jesh aktive në çdo vend. Kush e viziton më shpesh galerinë tënde? Shqiptarët apo të huajt? Këtë kisha nda përmes periudhës vjetore. Në stinën e verës të huajt e vizitojnë më shumë, kurse në stinën e dimrit shqiptarët e vizitojnë më shumë, për shkak se në stinën e verës ka edhe shumë prej vendeve tjera vizitorë që vinë edhe e vizitojnë lokalin tim. A ke menduar të organizosh ndonjë ekspozitë turne në trojet shqiptare? Kisha, domethënë kam pas më herët, po edhe i kisha realizu, për në një mënyrë pak më ndryshe. Ideja ime është që të marr një minibus dhe aty ti përfaqësoj punimet e mia, pse jo edhe punimet e të tjerave, shembull të themi kolegë edhe prej Shkupit, ja u kisha marrë vizatimet edhe atymve dhe e kisha bën një turne në vendet shqiptare, në trojet shqiptare. Ekspozita do ishte me tema të ndryshme, jo me ndonjë temë të caktuar, edhe pse kur janë tema të ndryshme është shumë më ndryshe, se në trojet shqiptare kur ta bësh një shëtitje me ekspozitë, çdo njëri person do e kishte gjetë veten me një pikturë, domethënë pikturë të ndryshme. Cili është vendi i artistit në shoqërinë shqiptare? Vendi i artistit në shoqërinë shqiptare është, fatkeqësisht jam ballafaqur edhe me këtë në fillim. Domethënë kur nisa të bëj piktura, vizatime, gjithë ishin am vizaton mu. Kjo ishte pyetja, kjo ishte kërkesa. Edhe këtë nuk e shifshin si diçka profesionale, po këtë e shifshin sikur një të mirë që e bën ti për ata. Kurse arti është diçka, domethënë është diçka, është qef për vete është ajo. Ti nëse do në bën për vete, po nuk është një e mirë të themi, nuk është diçka që do të mbetesh në zord për art. E mira mund të bëhet në çdo mënyrë, jo vetëm nëpërmes artit. Kjo ishte pak, domethënë që më nxitke në ndjenja negative për këtë, am vizaton mu. Ishte thjesht diçka që me të vërtetë më nxitke negativisht, po tash është ndryshuar. A ke marrë mbështetje nga Ministria e Kulturës, në këtë rast nga Maqedonia? Kam marrë ndihmë, po. Në fillim, kur hapa lokalin, mora ndihmë prej Ministrisë së Kulturës për, domethënë mora ndihmë materiale, të marr disa materiale domethënë për dyqanin. Se kur e hapa ishte vetëm kisha mundësi shumë pak që të investoj. Investimi im nuk ishte aq i mjaftueshëm për ta përsos një dyqan sikur, domethënë një dyqan të artit. Edhe mora një ndihmë prej atyre dhe kur e mora ndihmën me të vërtetë u mbush, të themi dyqani, ka më shumë piktura tash, ka më shumë ngjyra. Kjo ishte mënyra se si ata më ndihmuan nëpërmjet pëlhurave, nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet materialeve tjera që gjendeshin në vendin tonë. Edhe kjo me të vërtetë ishte një ndihmë e madhe që mund të themi prej kësaj ndihme kanë kaluar 1 vjet e gjysmë dhe unë ende kam materiale që më kanë mbetur prej asaj kohe. Kush të merr më shumë kohë? Kaligrafia apo piktura apo ndonjë punim arkitekturor? Punimet arkitekturore kanë pak më shumë proceset të punës. Për shkak se kam më shumë procese, mund të themi që merr shumë kohë. Po nëse kthehemi te kaligrafia dhe piktura, nëpërmjet mes atymve, piktura është ajo që merr pak më shumë kohë, për shkak se ka më shumë ngjyra, ka më shumë detale, ka më shumë
do me thënë aty e përfaqëson dritën, e përfaqëson pjesën ku është hija, tredimenzionalizimin përfaqësohet aty në pikturë, ku nëse kthehemi te kaligrafia është bukur shkrim, aty kemi vetëm shkronjat, zbukurimin e shkronjave, kjo, do me thënë pak më shumë kohë merr piktura edhe arkitektura. Cili është modeli në aspektin profesional që e ke ndjekur gjithmonë në jetën tënde? Modeli im kryesor është arkitekti Sinan, të themi, apo ndryshe në Turqi që thirret Mimar Sinan. Ai është me të vërtet një mjeshtër që besoj në histori është ka një vetmi dhe nuk do të përsëritet më person sikur ai që i ka punu, edhe se ai ka qenë jetë edhe artist edhe do me thënë arkitekt, edhe piktor edhe arkitekt. Pjesën arkitektonike ka punuar në mënyrë me të vërtet shumë të veçantë dhe tash jemi dëshmitar edhe pas shumë viteve se si shumë objekte arkitektonike kanë ngel ende pas shumë shekujve, janë ende në një gjendje shumë të mirë, janë në një gjendje do me thënë të pathyeshme, të themi. Kurse pikturat, do me thënë edhe pikturat njëti ka punu, pak më shumë sa kam informata, është fokusu në pjesën që i ka pikturu njerëzit, dhe me të vërtet janë pikturat shumë të detajzuara dhe janë shumë pikturat të veçanta, me shumë ngjyrë, me shumë gjallëri. Semra për fund, dua të pyes, si e menaxhon kohën mes punës në pikturë, kaligrafi dhe arkitekturë? Cili si kushton më së shumti kohë? Për shkak se tani nuk jam e punësuar për arkitekturë, jam e fokusuar në pjesën e artit dhe do me thënë pikturës dhe kaligrafisë. Për këtë arsye jam përkushtu pikturës dhe kaligrafisë, po ka edhe ndonjë periudhë që do me thënë më mungon pjesa arkitekturës dhe e ndaj një javë, 2, një muaj, e ndaj dhe i fokusohem arkitekturës, rikthehem nëse rikthehem edhe përsëriti punimet e arkitekturës, se diçka që nuk përsëritet harohet. Për këtë arsye dhe është pak edhe si challenge ndaj vetes, se duhet që ta përsëris, duhet që të rikujtohem pakës edhe i fokusohem ndonjëherë edhe arkitekturës, kurse kaligrafia dhe piktura mund të themi kohës fundit pak më shumë edhe jam përkushtu kaligrafisë, për shkak se do me thonë në të ardhmen e afërt mendoj një ekspozit ta bëjnë në Qarshi të Shkupit, ku do të ketë piktura pak më shumë të fokusuara në kaligrafinë islame, se deri më tani ekspozitat të pikturave janë bërë shumë dhe ekspozitat të kaligrafisë, sidomos kaligrafisë islame nuk është që janë realizuar atë shumë, dhe kjo është arsyeja që dua të bëj diçka të veçantë që të marrë interesim. Semra, faleminderit shumë që gjete kohë me ardhur në narracion. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi të jem me ju.